E pra të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellur edhe fjalët e ndjera të zonjës gjylimsere Kasapit, nënës Shpat Kasapit, e cila kujtoi me shumë krenari djalin e saj, veprën të cilën djali i saj ka lënë në këtë botë dhe trashëgimtarin që ja ka lënë. Ajo ju lut Zotit që Zoti t'i ruan fëmijët e tjerë, t'i ruan nusën e saj Selvien, gjithashtu dhe Roelin e vogël tashmë trashëgimtar të Shpatit. Falenderoj të gjithë shqiptarët të cilët me dashurinë më të madhe dhe me zemër të thyer i dhanë lam të mirën e fundit të Shpatit. Ndjekim fjalimin e zonjës gjylimser Kasapi. Faleminderit. Zotërisët, Izet Meqiti Mikuin, që organizove këtë eveniment për nder të humbjes të madhe të shpirtit tim, të gjysmës të shpirtit tim, Shpatit. Të do të thoni, po pse nuk jam gjendje të flas sot. Unë 22 vjet kam ligjëruar, por sot ndjej një emocion që kur në jetë nuk e kam ndjerë. Dhe e din gjitha nanët të cilat e kanë humbë fëmijën e vetë. Por në një aspekt tjetër, jam shumë e krenare dhe e lumtur, si që thanë të gjithë dhe punëtoria, që pata lindur, pas kam lindur një djalë, jo vetëm i imi. Shpati pas ka qenë djali të gjithëve, i të gjithë juve. Ju e pas keni dash Shpatin të gjithë dhe unë nuk e kam ditë se pas keni dash turkat shumë. Ju falemnderoj të gjithëve. Le të prehet në paqë, le të jeti qetë atje, pasi vitin e fundit nuk ka qenë i qetë. Dhe kjo ka qenë një parandjenjë e gjithë neve, që jemi shqetësuar si familje. Dhe lutë Zotin, me lutjet e mia, më të fuqishme, që të mi ruaj fëmijë tjerë pasi unë kam, edhe dritat e tjera të syve, Albinin, Jehonën, Niprit, Roelin, Selvien, dhe të gjithë mbesat dhe Niprit të cilët do të më mbajnë të gjallë në jetë, ta vazhdoj jetën, nëse kam jetë më tutje. Faleminderit shumë. Le të prehet në paqë dhe në parajs, në lulen e xhenetit. Faleminderit.